Data 12 dhe 13 qershor shënon mbylljen e pelegrinazhit 13 javor në kishën e Shnandot në Laç. Njëra besimtarë dhe besimtare i drejtohen këtij vendi për të kremtuar festën e këtij shenjti ku një pjesë e madhe e tyre e kalojnë natën në ambientet përreth kishës. Por më tepër detaje ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga kisha e Shnandot me gazetarin ton Elvis Hila. Elvis, linja për ju. Ju përshëndes nga kisha e Shnandot në Laç, në fakt edhe ju 12 dhe 13 qershori përkon me festën e Shnandot si dhe përmbylljen e pelegrinazhit 13 javor pikërisht në këtë vend të shenjtë. Pelegrinazhi për festën e Shnandot ka nisur që për orëve të para të mëngjesit kësaj të enjte dhe kulmon pikërisht mbrëmjen e sotme ku mijëra pelegrin i drejtohen këtij vendi të shenjtë ku pjesa më e madhe e tyre e kalojnë natën në ambientet e përreth kishës së Shnandot, në të cilën e kanë shumë besim dhe shpresë. Janë besimtarë ose më saktë qytetarë të besimeve të ndryshme fetare, të cilët vinë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për të bërë pjesë e këtij rituali fetar dhe si shihet edhe nga pamjet pas shpinës time ka një pjesëmarrje të gjerë pra të njerëzve të cilët janë drejtuar kishës së Laçit për të kremtuar festën e Shnandot që është me 12 dhe 13 qershor, ndërsa për mbarvajtjen e këtij pelegrinazhit drejtoria vendore e policisë në Lezhë në koordinim me autoritetet e kishës dhe atyre vendore në Kurbin kanë hartuar një plan masash për mbarvajtjen pra dhe që mos ketë problematika ku vëmendja kryesore është vend tek rendi dhe siguria publike, por edhe shmangja e trafikut të rënduar që krijohet për shkak të dyndjes së njerëzve drejt kishës së Laçit. Duhet thënë se është ndaluar pikërisht lëvizja e mjeteve pra në rrugën drejt kishës së Laçit, ka forca të shumta policie me qëllim që të disiplinohet deri diku qarkullimi i automjeteve, por gjithsesi në rrugët e brendshme të qytetit është krijuar një trafik i rënduar që për orën 16 të ditës së sotme dhe pritet që të jetë prezant gjatë gjithë natës deri në orët e drekës së ditës së nesërme, pasi që përmenda edhe pak më sipër ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të njerëzve të cilët do të bëhen pjesë pra këtij rituali fetar kryesisht gjatë mbrëmjes së sotme kur edhe kulmon pelegrinazhi pra dhe është festa e Shnandot. Ndërkohë që pritet që të bëhen edhe disa mesha të shenjta ku më kryesorja do të jetë rreth mesnatës që do të drejtohet pikërisht nga përfaqësues të kishës së Shnandot në qytetin e Laçit dhe pjesëmarrja e njerëzve është konsiderueshme ku tashmë një pjesë të tyre janë pozicionuar për të kaluar pikërisht natën pranë ambienteve të kishës, duke imituar edhe shenjtin për të cilin pra kanë vetëm besim dhe shpresë, pasi duhet thënë se ky vend i shenjtë, kisha e Shnandot në Laç nuk është frekuentuar vetëm gjatë 13 të martave dhe gjatë festës 12 dhe 13 qershor, por gjatë gjithë vitit, pra ka një vëmendje të jashtëzakonshme nga njerëz dhe qytetarë të ndryshëm të cilët vinë nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë pavarësisht besimeve të ndryshme fetare për të bërë pjesë e ritualeve fetare për të adresuar lutjet e tyre. Gjithsesi edhe autoritetet e kishës pritet që të adresojnë pra mesazhet e tyre për këtë festë mjaft të shënuar dhe mjaft domethënëse siç është festa e Shnandot që përkon pra me 12 dhe 13 qershorit është një festë e përvishme në përmbyllje të atij pelegrinazhi 13 javor pikërisht pra që ndiqet nga shumë besimtarë të cilët vinë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, ndërkohë që siç shihet edhe nga pamjet pas shpinës time, numri i pelegrinëve sa vjen dhe shtohet dhe normalisht janë zgjaruar të gjitha ambientet përreth kishës për shkak edhe të numrit të lartë pra të besimtarëve, ndërsa siç e përmenda pak më sipër, policia tashmë ju bën thirrje edhe drejtuesve të automjeteve që të respektojnë ato rregulla që të mos krijohet trafik i rënduar për shkak të kësaj pjesëmarrje mjaft të madhe. Gjithsesi, ne këtë pelegrinazh do ta ndjekim gjatë mbrëmjes së sotme dhe ditën e nesërme do të kemi edhe një kronikë më të zgjeruar pra pikërisht për këtë festë të shënuar.